Matematika. Hej miq, sot do të mësojmë shumë forma e ngjyra, e bashkë me to edhe muajt e vitit. Forma e parë është një gjashtkëndësh i kaltër. A i dini kush ka formë gjashtkëndëshe? Pjollat e borës. Pjollat e borës na kujtojnë muajin janar, sepse në janar bie shumë borë. Këtu është lista e muajve të vitit. E i pari është janari. Le ta lidhim me fjollat e borës. Apo i shihni ku janë? Këtu që kanë. Forma e dytë qenë ka një yll me ngjyrë vjollc. A dini diçka që ka formën e yllit? Është ylli i detit. Yjet na kujtojnë muajin shkurt, sepse në shkurt natët janë më të gjata dhe mund të shohim shumë yje në qiell. Muaji i shkurt është i dyti. Po e lidhi me yjet në qiell. A e dini çka është kjo? Po duket sikur lule me ngjyrë të gjelbër. Lulet çelin në pranverë, e pranvera fillon në muajin mars. Le ta lidhim muajin mars me lulet. Tani e kemi një trekëndësh. A e dini cila ngjyrë është kjo? Është ngjyra e kaltër. Çka na kujton trekëndëshi? Ëmbrellën. Muaji i katërt është prilli. Në prill shpesh bie shi. Prandaj po e lidhim muajin prill me ëmbrellën. Ky është një trapez me ngjyrë të verdhë. Trapezi na kujton saksitë e luleve. Lulet në saksi i mbjellim në muajin maj. Tash po e lidhim muajin maj me saksin. Kjo është shenja e plusit. Është me ngjyrë të kuqe. A e dini kush tjetër ka ngjyrë të kuqe? Qershit janë të kuqe. Qershit piqen në muajin qershor. Tash po e lidhim muajin qershor me qershit e kuqe. Kjo forma e radhës qenë ka e portokallët e po duket si diell me rreze. Dielli ngroh shumë në muajin korrik. Le ta lidhim muajin korrik me diellin. Tani është forma më e bukur. Është zemra. Kjo zemër qenë ka me ngjyrë vjollc. Muajin gusht e duam shumë sepse nuk duam të mbarojnë pushimet. Po e lidhim muajin gusht me detin. Kjo është shigjeta me ngjyrë të kuqe. Shigjeta po na tregon se është koha të kthehemi në shkollë.
Në shkollë kthehemi në muajin shtator. Tani, muajin shtator po e lidhim me shkollën. Po kjo formë, a e dini çka është? Duket si diamant. Ky diamant është i portokallt dhe po na kujton fluturaket. Në muajin tetor fryn era shumë, prandaj ne mund t'i fluturojmë fluturaket tona. Muajin tetor po e lidhim me fluturaken. Tani e kemi një katror me ngjyrë të verdhë. Kush ka formë katrore? Tavolina. Nëntori është i ftohtë, nuk mund të rrim shumë jashtë, prandaj luaj me lodrat te tavolina. Nëntorin po e lidhim me tavolinën. I fundit është rrethi i gjelbër. A t'ju tregoj diçka që është rrumbullakët? Topat e borës. Muaji i fundit është dhjetori. Në dhjetor bie borë dhe mund të ndërtojmë topa bore. Prandaj po e lidhim dhjetorin me topat e borës. Ua, sa shumë forma kemi mësuar. Le ti mbyllim tani. Tong tong gjashtë këndësh i kaltër. Miru pafshim Ylli Vjollc. Shihemi lulja e gjelbër. Tong tre këndësh i kaltër. Ditën e mirë trapezi verdh. Shihemi plusi i kuq. Tong tong dielli portokallt. Shihemi zemra Vjollc. Miru pafshim shigjet e kuqe. Tong diamanti portokallt. Tong tong katrori verdh. Miru pafshim rrethi i gjelbër. I kemi mbyllur të gjitha vezët me forma. Tani po i themi edhe muajt e vitit. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Sot mësuam shumë forma e ngjyra dhe i mësuam 12 muajt e vitit. Shpresoj të mësojmë edhe shumë gjëra të tjera bashkë. Mirupafshim!